Gjykata kushtetuese ka vendosur të kalojë për shqyrtim ankimimin e paraqitur nga kryeministri Edi Rama për pezullimin nga detyra të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, një zhvillim kyç në një nga çështjet më të ndjekura të ditëve të fundit. Edhe pse çështja tashmë është pranuar për shqyrtim, mbetet ende e paqartë se kur do të mbahet seanca që do të japë verdiktin përfundimtar. Vendimi i sotëm lidhet drejt për drejt me kundërshtimin e qeverisë ndaj masës së pezullimit të vendosur nga IGJK, mas që erdhi pas hetimeve për aferat korruptive të dyshuara në dy prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore të vendit, tuneli Llogaraz dhe Unaza e Madhe në Tiranë. Ky shqyrtim u shtyi javën e kaluar pas një nga anëtarët e kolegjit gjykues u largua nga detyra, duke detyruar për bërjen e re të trupës. Gjyqtarja e re kërkoi kohë shtesë për të njohur me materialet voluminoze të dosjes, gjë që çoi në shtyrjen e seancës. Hapi i parë i gjykatës kushtetuese do të jetë të vendosë nëse shuhen ose jo efektet e pezullimit të Ballukut, ndërsa vendimi final për lishmërinë e kërkesës së qeverisë pritet në një seancë të veçantë. Ky zhvillim mbetet në qendër të vëmendjes politike dhe juridike, pasi mund të ndikojë drejt për drejt në vijimin e proceseve të hetimit dhe funksionimin e qeverisë.